gjithë nder për mua dhe privilegj të adresohem parlamentit qytetarëve. Të flas para jush, qytetarë dhe qytetare, demokrate e demokrat, të nderuar, njerëz me dignitet, qytetarë që sakrifikoni për më të çmuarën që ka njeriu i qytetruar, për dignitetin njerëzor. Avokatër të pamposhtur të vërtetave. Asgjë nuk ka më të çmuar njeriu se dignitetin e tij. Asgjë nuk përcakton më shumë dignitetin e tij se sa raporti dhe qëndrimi që ai ka ndaj të vërtetës. Sot, ju, mbar opozita shqiptare, jeton në narkoshtetën e parë dhe të vetëm në Europë. Jeton në një narkodiktaturë, apo diktaturë autokratike. Por në dalim, nga një seri diktaturash autokratike të tjera, diktatura e Edi Rams bazohet në miljardierët e drogës, bazohet në kartelet e drogës, bazohet në vjedhjen miljardave të qytetarëve shqiptar, bazohet në spastrimin etnik të shqiptarëve, bazohet në dhunën, terrorin, kontrollin policesk të qytetarëve. Të gjitha këto së bashku nuk kanë mjaftuar të mposhtin opozitën. Ndaj dhe ju vini sot këtu, ndaj dhe opozita në Shqipëri është opozita me pamposhtur. Qëndron për të vërtetat e mëdha të kombit, të vërtetat e mëdha të shoqërisë. Qëndron për të sotmen dhe të ardhmen e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Qëndron jo vetëm ndaj akteve të terrorit psikologjike të gjithanshëm dhe politik, arrestimeve të liderëve politik të opozitës, nga bastardi xhelatëve e atij që firmosi varjen litar të Abzinelës dhe që e dekoroi para 3 ditësh. Mirënjohje për xhelatin që firmosi të varet poeti. Nuk ishte fyrje dhe poshtrim më të madh për ata student, për ata pedagogët, artistë të vërtet, se sa dekorimi i skulptorit xhelat që firmosi